popull që ka prodhuar atë historinë e famshme që kur e nxorën gjindin nga shishja dhe ai tha do ju plotësoj të dyve nga ai dëshirë dhe pyeti të parin çfarë dëshire ke ti, tha dua një lop, tha ky. Po ti tjetri çfarë do, tha hiqi lopën këtij të parit, tha. Dhe u kthyen të dy në shtëpi pa lop. Pra, në këtë popull, kjo është mënyra më e mirë për të bërë politikë. Kur protestonin mjekët dhe infermierët që kërkonin rritje rroge, u tha, këta hajdutët, këta që na marrin lekë, këta që për çdo gjilpër që na bëjnë, këta për çdo vizitë etj. Dhe gjithë opinioni u ngrit kundër. Duan edhe rritje rroge këta duan vrarmë, këta duan kalbër në burg. E njëjta logjikë është me gjykatësit, këta hajdut, këta maskaret, duan të rritje rroge këta. Ky fukaraj s'ka lekë, ky për ble pleun për ta hedhur nar, ky do rritje rroge ky. Dhe këtu fitohet admirimi publik menjëherë. Me kjo është një ndyrësi populiste, po që ngjit në të bërit politik. Pra, jemi po thua para një fushate PR-i dhe jo një sulmi të drejt për drejt kundër gjyqtarëve dhe prokurorëve. Është një sulm mbi komunitetin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, por është i ambalazhuar shumë bukur nga ana e PR-it, për të mos u dukur si i tillë, më thënë, kush ka dy fije mend e kupton, por duhet kemi parasysh nivelin e shoqërisë në tërësi, dhe ku shumica e njerëzve sot thonë bravo të qoftë që amblodha atyre maskareve që të vjedhin edhe të vrasin, por unë mendoj që për të kuptuar që gjitha kjo është një show, mjafton të japësh përgjigje vetëm një pyetje. Kush e ka në dorë tu arris apo mos tu arris rrogat këtyre gjykatësve? Sepse gjykatësit më drejtën e vetë... Dhe në këtë debat, ja ku i ka ardhur në ndihmë Sali Berisha, i cili thaj që është atributi ekzekutivit. Edhe ai në parim është kundër rritjes së rrogave të gjyqtarëve. Nëse ajo që kërkojnë gjyqtarët është e padrejtë, mjafton përgjigja më e shkurtër në botë. Jo. Kush i ka celset arkës? I ka qeveria. Në rast se vendos gjykata kushtetuese? Kush e ka buxhetin? Jo më është parlamenti. Kush e ka shumicën në parlament? Shumë e thjeshtë. Domethënë, edhe fermerët dalin kërkojnë subvencione. U thuhet jo. Edhe mjekët kërkojnë rritje rroge. U thuhet jo. Edhe mësuesët kërkojnë rritje rroge. U thuhet jo. Ose të arrisin 5 lekë se kaq ka mundësi. Përse kur kërkohen gjykatësit duhet shndruar në një debat të madh publik. Jo, më mjafton të thuash, nuk ka rritje rroge të bëhet në mënyrë proporcionale për gjithë. Mbaroi historia. Nëse do ta tërheqësh publikun pastaj në këtë proces të madh vendimarrje, është pall një referendum. A është dakord populli që t'i rritën rrogat gjykatësve? Edhe ngrenë dorën, ca po, ca jo. Me shumicë votash mund të fitoj poja apo joja, nëse do të tërheqësh publikun. Por kjo është thjesht çështje e ngarkesës së madhe të politikës së ditës dhe ku do duhet të gjendet gjithmonë një yçkël me të cilën duhet të merremi, dhe kjo është pjesë e PR-it, kjo quhet komunikimi. Dhe për mendimin tim, kjo qeveri ka kohë që të mbahet në këmbë vetëm me PR-in, se PR-i nuk do të thotë vetëm reklamë e bukur. PR do të thotë çdo gjë, çdo ditë të gjesh nga një gjë me të cilën të merresh.